Ka plana një sulmues që po spikat jo vetëm me ekipin e 19 që po shënon një gola, por edhe me ekipin e parë që i marrë vëmendjen e stafit teknik. Por ta shpesh një Superkup do ta mbani mend. Jo vetëm ju, por gjithë skuadra dhe gjithë futbolli shqiptar që merr pjesë për herë të parë në këtë event kaq të madh. I kënaqur, i emocionuar? Tepër i kënaqur edhe tepër i emocionuar që do të jem pjesë e këtij turneu, edhe shpresoj që të marrim maksimumin aty. Provuat të luanit në muajin qershor në Torreon e Tiranës me Veronin edhe me skuadra tjera, por tashmë me Gjenovën. Mendoj që tani ekipet italiane si Verona, si Atalanta që jemi përballë aty janë tepër të forta, edhe Gjenova do të jetë në njëjtin nivel me ato, edhe shpresoj që të fitojmë edhe me ato. Momenti i mirë që po kalon nga plana e thamë dhe me herët, do të shprehet edhe në këtë Superkup, në ngjyrat kuçëtu? Inshallah që të shënoj gola dhe të ndihmoj ekipin sa më shumë. Edhe po jo vetëm unë që kam besim edhe të çunat e tjerë që mund të japin maksimumin. Çfarë do të thotë për ty kjo pjesëmarrje në një turne ndërkombëtar dhe mbi të gjitha për të vimin e karrierës tënde, qoftë tek vllaznia e madhe apo edhe një skuadër tjetër, edhe më e madhe ndoshta? Do të thotë shumë se hapen rrugët edhe mu, si te vllaznia si the ti, si edhe jashtë, edhe shpresoj që të më shohin sa më shumë skuadra dhe të hapen rrugët edhe mu. Në një proncim jo shumë lart për para 3 javësh kur shënuat gol për ekipin U19 për shprehjet se këtë rast vllaznisë shënon edhe Europën. Kjo është mundësia për të kapur Europën me një performancë mirë në këtë Superkup, sepse si tha drejtori i akademisë Alban Hasani do të ketë shumë menaxher të pranishëm. Po, puna jam është me dhënë maksimumin aty, edhe me dhënë maksimumin për me ndihmu ekipin hera parë, mëse ne për vetin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Suksese. Faleminderit shumë.